Për vazhdimin e seancës konstitutive zonja Agjiu, cila do të jenë veprimet opozitare, a do të ketë një kërkesë tjetër, a do të ketë në fakt një kërkesë, sepse nuk pas ka një kërkesë ende, në gjykatën kushtetuese sa i përket kësaj shkelje, sepse kuvendi po përpiqet të konstituohet për te afatit të caktuar nga gjykimi i gjykatës kushtetuese. Pra, edhe njëherë ftoj zotin Kurti, që me që qytetarët i kanë besu dikun 53 deputet, të jap emrin, sepse i takon emri si parti fituse, emrin për kryetarit kuvendit, për të fillu jo vetëm konstituimin e kuvendit, po për të vazhdu me qeverin edhe institucionet e tjera. Në këtë rast, nuk ka diçka tjetër që ne presim, por në qoftë se ende shkon në hapa siç ai ka fillu, thash edhe njerë pakënaqësia po rritet dhe ne nuk mund të presim në pafundësi me që na është uzurpu edhe hapësira ku ne e kemi pra vendin ku kemi dhënë betimin edhe ku duhet të punojmë për interesin e qytetarëve, edhe në atë vend, nga se nuk ka thash institucion tjetër që nuk ka kap zoti Kurti, megjithatë me gjithë